ishte caktuar, për janë gjithë përfshirë, se janë për temat të cilët kanë kapur janë pjesë e negociatave dhe asaj që Shqipëria duhet përmbush në procesin e integrimit të Bashkimit Evropian. Zolezi, ju vetë çfarë shihni për atë, cili do të jetë skenari i këtyre protestave dhe mendoni se do të ketë një dorëheqje të vetë kryeministrit shqiptar Edi Rama? Ndëruar, me aq sa e shoh unë dënë protestën, e cila për hir të vërtetës ka dhënë disa shenja dhe maturitetit të saj në kuptimin e qëndrueshmërisë, konsekuencës së protestuesve, organizatorëve të saj, të cilët sot janë në ditën e 18 të tij, që për të treguar që kjo vendosmëri është e madhe dhe lidhen me çështjet kardinale që shqetësojnë shoqërinë shqiptare. Dhe kërkesa kryesore e tyre është e panegociueshme që ka të bëjë me dorëheqjen e qeverisë, sikundër edhe përmbushjen e kërkesa të tjera që kanë të bëjnë me investime strategjike, me transparencën përdorimin e fondeve apo vendimarrjes publike, sikundër edhe me paketën e maleve e tjera që janë në thelbin e shqetësimit të qytetarëve shqiptarë nga gjithë stresat, se pjesëmarrja aty është një pjesëmarrje po themi e diversifikuar, sikundër edhe vendimarrja e organizatorëve. Nuk është një organizim centralizuar me një leadership, por kanë zgjedhur një strategji mozaik në kuptimin horizontal të menaxhimit të saj, dhe kjo është diçka e mirë në kuptimin e asaj që mos të mbash pesa e kësaj pesha dhe i hona e kësaj proteste, pa e të vazhdoj si e tillë dhe mos të kapitalizohet në interes të askujt, por në interes të qytetarëve, të cilët ato e kanë iniciuar. Dhe gjithë suksesi i kësaj proteste, mendoj që për të ardhur përgjigja e pyetjes është që në vazhdimi i kësaj masiviteti i protestës, për shkallëzimin e saj dhe zgjerimin e gjithë hartën e vendit, sikundër ka gjetje onë edhe në diasporë, dhe mendoj që protesta skenarët e mundshëm të saj janë disa, skenari më pesimist është një humbje e zbeje e saj, edhe të ketë një fat si çdo protestë tjera. Mendoj që kjo nuk do të ketë këtë fat për vetë fakti që ka kaluar testi provës qëndrueshmërisë së saj, qoftë në aspektin e pjesëmarrjes gjithnjë në rritje pa rrugën e saj, ka bërë një honë duke ndërkombëtarizuar, qoftë në institucionet ndërkombëtare, por edhe ato të cilët e monitorojnë zhvillimet në Shqipëri dhe marrin shënime përkatëse dhe përcjellin mesazhe për qeverinë shqiptare dhe për aktorët e tjerë, po sikundër mund të jetë një skenar që ky vrull dhe kjo energji e derë në këto sheshe të mund të kapitalizohet në kuptimin e një lëvizje apo një fryme, por që nuk do të dëshirohet të jetë si një parti politike, sepse kuptohet historia partive politike në Shqipëri që lindin edhe nga këto shpërthime, gjithmonë ka dështuar, për vetë fakti që ky polariteti politik në Shqipëri vizetohet nga dy forcat kryesore të janë të mirë strukturuar dhe mundon ta kapitalizojnë për vete këtë pakënaqësi, dhe sepse prezenca e protestuesve dhe profilet dhe bindjet e tyre janë të ndryshme. Aty ka nga gjithë forcat politike, madje edhe majtas dhe djathtas edhe elektorati grup, po për fat të ishte edhe i bekuar çdo forcë politike apo çdo kusht e cilet këtë energji, këtë elektorat të mrekullueshëm, kuptimin e aty që ato përfaqësojnë dhe mënyrën se si artikulohen të shërbejë të ardhmës së Shqipërisë dhe përmbushis atyre kërkesat të cilet ato me të drejtë i kanë shpalosur dhe i kanë mirë artikuluar. Dhe skenari tjetër është që kjo të vazhdojë si e tillë dhe mund të ketë edhe një ndërhyrje ndërkombëtare për ta bërë realitet përmbushjen e atyre kërkesave. Dhe mendoj që pas së shumtim edhe më tepër gjasë është që edhe faktori ndërkombëtar të bëjë pjesën e vet të punës në të drejtim, sepse ndikimet aty mund të jenë të ndryshme, janë forcat politike të cilët mundon ta kapitalizojnë dhe ta bëjnë për vetë atë, është një grup organizatorësh i cilët është i pavarur dhe është në kuptimin e saj që nuk ka monopolin dhe si i tillë mundon ta majë gjallë dhe fort dhe këtë protestë, dhe të tjerë të cilët skenari pesimist e tham që ai mund të zbehet gradualisht për vetë faktin që
të humbas edhe kohezioni i brendshëm të i qoftë organizatorëve aty që menaxhojnë dhe udhëheqin dhe të shit tillë edhe gjithë protestuesi, qytetaria, rinia që e mbështes, të vijë në moment që edhe mund të lodhet. Mund janë gjithë farë skenarësh mund të jenë, por që koha do të tregojë. Por e vërteta është që kjo protestë për hir vërtetës ka tronditë edhe ndërgjegjen edhe vetëm qytetare, duke i bërë për vete rinin, qytetarin, gjithë pa kënaqur, por edhe vetë mos nën edhe forca kryesore e opozitës është e befasishme, e befasuar në kuptimin e forcës dhe energjisë që ka prodhu kjo protestë dhe duke qenë edhe masive, e cila është nuk është pa pasi e tillë në gjithë historinë e tranzicionit shqiptar, që pa që pa që nga protesta studentore e lëvizjes studentore 90-91.